Selam aleikum, thot, a quhen vrasës? Nëse vras një magjistar, ose e shoh duke bën magji, dhe më thonë edhe vras, kur po bën magji, Allahu të rujt. Aleikum selam, rahmatullah, mashallah, ambicet e tua në qelë, por në anën tjetër, i pa edukum me Allahun, e di që se ke bën me qëllim, po të këshilloj hoxha emrin Allah, ai që ka ambicet larta me vra magjistarin, nuk du të me shkru me të vogël. Pra të fillojmë prej zerës, masaj në të ngritemi më nalt. Emnin Allahut shkruje me të madhe. Emnin Allahut me të madhe. Tjetra pastaj, a quhen vrasës? Po, quhesh vrasës. A ke mëkat? Po, ke mëkat. Të drejtën për me vendos kush është magjistar dhe kush është magjistar, nuk e kanë individet. Pra, njerë ta marrin vesh, ti çush e kupton dikon që është magjistar. Apo thjesht i tekët dikuj me myt dikan, edhe ish magjistare, kum pa të bo magji e myta, dhe shteti me i thonë, mirja, paske mos ka gali s'pët dënojmë ty. Se atër janë nisi njerëzit me bo vrasje, edhe më arsyetu, valla ish magjistare, kum pa të bo magji, me pështu prej dënimit, edhe me fillu mu bo për qamje në fytyrë tokës. Dikush së mda mu nesër, mas nesër, edhe po flasun, edhe pse po flas kundër magjis, thot hoxhën e kam nëzon të bo magji, edhe ja heka flamën e rahatova. Edhe kështu vrasësit, të gjithë me fillu më ubo, gjyqtarët e magjistarëve, edhe më arsyetu, kjo nuk lejohet. Kjo është fesad, kjo është të lashën në qëtet, do thonë, s'ka drejt kërkush me mbyt kërkan veç pse me bin magjistarish. Këto të drejta kanë me vra, qysh me vra, i ka shteti. Shteti i ka faktet, i analizan faktet, është për një mem filani magjistare ju, damët dobit rrethanët, shteti islam po flas. Edhe vendoset kush më vra, kush mos më vra. Nuk është gjaku i njerëzve që ashtu i letë, më uqo dhe më mytë. Prandaj, të këshillaj edhe ty, edhe pse di që veç e ke bo pytje se s'ke ndonjë prapavi, këshilloj ty edhe gjithë ata që dëgjojnë, nuk është e drejt vrasje të tjerve, e drejt personale njerëzve, me arsyetimin se është magjistar së është. Këta, me vendos kush është magjistar, faktet e tjere, e ka shteti. Prandaj, o ju musliman, qelni syt, qelni zemrën, qelni vesht, mos bani fesad, përqamje, në fytyrë tokës probleme, me arsyetimin e tilla.